Muaji prill shënon muajin e ndërgjegjësimit të lindjeve me prerje cezariane. Vitet e fundit është rritur ndjeshëm zgjedhja e nënave për të kryer lindje në këtë formë, edhe pse mjekët nuk e rekomandojnë në rastet kur një shtatzani shkon pa probleme. Në statistikat vjetore që kemi bërë, lindjet normale me lindjet me sekso cezare sot kanë arritur 50% me 50%. Faktorët janë të ndryshëm. Një faktor është që nëse një nën lind një fëmijë me operacion, atëherë dhe lindjet e tjera do t'i kryej me operacion. Është si një koncept ose që nënat e reja shumë prej tyre duan të lindin me operacion për të krijuar një lindje edhe më të sigurt, edhe më të kollajshme, sepse sot lindjet me operacion nuk kanë komplikacione. Papa Kozma thekson faktin që nënat duhet të respektojnë vendimin e mjekut, sa i takon mënyrës se si do të realizohet lindja. Nëse ajo ka parametra për lindje normale, nuk ka pse të futet për të bërë lindje me operacion. Nënat lipset që të dëgjojnë mjekun, sepse mjeku do t'i japë zgjidhjen më të drejtë. Sa i takon lindjeve gjatë këtyre muajve të parë të vitit, në maternitetin e Korçës në muajin janar janë regjistruar 59 lindje, prej të cilave 32 me operacion cezarian, në Shkur 46 lindje, prej të cilave 31 me operacion, dhe në muajin mars ka pasur 54 lindje, nga të cilat 33 janë realizuar me operacion.